Dashuria e nënës nuk shuhet kur. A e keni parë që ka njerëz që i takojmë për një qast edhe i harrojmë. Por ka një dashuri që nuk shuhet asnjëherë. Cila është ajo? Dashuria e nënës. Ajo është drita e parë që i kemi parë në jetë dhe zëri i parë që na ka përqafuar shpirtin. Çdo rrudhë në fytyrën e saj është një kujtim, një natë pa gjumë, një dhimbje e heshtur. Sa herë rrëzohemi, ajo është aty. Jo për të na qortuar, por për të na ngritur me butësi. Koha kalon, flokët i zbardhen, duart i dridhen, por zemra e nënës nuk plaket kur. Ajo rreh njësoj fort, si ditën që na solli në jetë. Dhe sot, kur ajo është plakur, është radha jonë të bëhemi forca e saj. T'ja mbajmë dorën, t'ja ngrohim zemrën, t'i kthejmë pak nga dashuria që ajo na dha, për vite me radhë. Tani është koha të kujdesemi për të mos e lëm vetëm, të dëgjojmë fjalët e saj, të qeshim me të dhe t'i dhurojmë dashuri. Sepse një ditë kur ajo të mos jetë më, do të kuptojmë se nuk ka dashuri më të pastër se ajo e një nëne, dhe as pendim më të madh se kujdesi që se dham sa duhej, nuk u kujdesa sa duhej për të, sikur të kisha edhe pak kohë. Nëna nuk kërkon shumë, kërkon vetëm një përqafim, një fjalë të mirë, një shikim dashurie, dhe për një nën kjo vlen më shumë se gjithë pasuria e kësaj bote. Prandaj kthehu sot dhe thuaje: të dua nën, sepse dashuria e saj nuk shuhet kur.